Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Liling, këtë herë me një lajm që në fakt po ngatëron publikun. Egli Tako flet për një të dashur të ri. Egli Tako nuk është me gjestin, nuk e pëlqen gjestin etj. Tituj që në fakt kanë ngritur kureshtje, që kanë ngritur komente dhe mua më vjen shumë keq për këto tituj. Egli Tako ishte ftuar në Top Albania Radio ku me sinqeritetin më të madh foli se si do të dukej një mashkull që Egli e pëlqente. Unë e kam lajmin në dorë dhe nuk e di domethënë pse duhet bëhet ky lajm kaq bombastik. Këngëtarja ka zbuluar shumë detaje për karrierën e saj muzikore, eksperiencën në shtëpinë më të famshme, jetën personale, por jo vetëm kaq. Lej e pyeti Egli në lidhje me preferencat e saj për një mashkull dhe nëse ka ndryshuar tani pas përfundimit të Big Brother VIP Albania. Egli u përgjigj: "Po në fakt më ka ndryshuar gustot. Kam kuptuar që dua diçka tjetër. Meritoj diçka tjetër nga një marrëdhënie romantike sepse e njoh veten time. E di çfarë njeriu jam, e di se sa shumë bëj dhe jap te një njeri. Meritoj të marr të njëjtën vëmendje, nuk po them më tepër. Por pse jo, edhe më tepër sepse në fund të fundit jemi vajza dhe e meritojmë. Të paktën të njëjtën dashuri dhe pastërti që dhuron." E pyetur për partnerin dhe tiparet që do t'i pëlqenin, ai u shpreh: "Nuk jam natyrë që e dua partnerin e bukur, të jetë i këndshëm, i lezetshëm, burrëror dhe po të ketë pak humor." Kur Jonida e pyeti në lidhje me gjendjen sentimentale dhe është e hapur për një marrëdhënie të re, Egli tha: "Di që jam shumë mirë me veten time, dhe për momentin që je shumë mirë me veten, gjërat e bukura vijnë. Unë jam e hapur për çdo gjë që Zoti e ka bërë risk për mua. Jam pak me këtë mentalitetin që gjërat janë të shkruara dhe ndonjëherë kur i kërkon është më keq. Unë po jetoj jetën time, shumë e lumtur, shumë falendëruese ndaj Zotit dhe ndaj çdo kujt që jam kaq e përmbushur sa sot." Domethënë Egli nuk ka folur fare për një marrëdhënie të mundshme apo që është në një lidhje dashurie, njëkohësisht nuk ka folur fare edhe për gjestin. Unë besoj që ato të dy kanë krijuar një lloj paqe ndërmjet vetit dhe nuk është se Egli ka dhënë një preferencë që lidhet me gjestin, që lidhet me natyrën e gjestit etj. Egli thjesht ka thënë një preferencën e saj se çfarë i pëlqen, por nuk do thotë që ajo ka thënë për gjestin apo për dikë tjetër. Dhe kështu që domethënë titujt janë bombastik se nuk ka bërë fare, thjesht ka treguar mënyrën se si ajo e pëlqen një mashkull. Çfarë mendoni ju për këtë intervistë?